Duke e përjashtuar, po themi, ofrimin vullnetar, kur unë iki sepse dua të bëhem pjesë në forumin e LRI-s, të Freshit, të Patriotëve, të forumin të rinjë të Partisë Demokratike e kështu me radhë. Duke e përjashtuar këtë, si ndodh që modelet të sillin modelet të tjera dhe kështu të shtohen më shumë? Se që kam një përshtypje ndrit që ndodh jo domosdoshmërisht aty konfliktet politikë. Për shembull, juve mund të afroni më shumë, jeni ma 8, 100, 230, 50, ku diun se si mblidhen në jalë, atyre si kur ju thoni të sedhin ja 50, 100 të tjerë. Pastaj jo leza aty të filmat e volejbollit dhe kështu me radhë, do ta vazhdojmë këtë bisedë. E para, çështja e rinisë dhe përfaqësimit të riveve apo pjesëmarrjes të riveve në politikë nuk është çështje shefash, nuk është çështje departamentesh, nuk është çështje kryetarësh, por është çështje misie, performance, mundësie dhe hapësire. Sepse një të riu nuk mund të flasësh që unë jam kryetari i lëvizjes rinore për integrim dhe ti do të vish të ne për këto e këto ku diun këto arsye, sepse jam shumë i bindur që do thotë më lodhe. Sepse të rinë shqiptarë janë të lodhur nga politika. Janë të lodhur nga këto terma dhe ne këtë hasim për ditë takime që kemi. Të rinjt janë të lodhur, të rinjt. Ku i takoni? Si i takoni? Dhe si ja thoni, po nuk i thatë që jam kryetari? E para, nuk duhet të paragjykoj situatën në për shkolla, jo brenda ambienteve shkollave, jo brenda oborrit shkollës, jo brenda klasës, por në ambientet rrethëqark oborrit shkollës, në për auditorët të universiteteve, në për biblioteka, në për kinema, në për teatra, duke organizuar dhe duke bërë evente të ndryshme. Në për ambiente më ndryshme vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë. Koza do them një shembull shumë konkret dhe një rast shumë tipik, sepse ne fatkeqësisht flasim sot tu për rinin, por flasim për rinin e kryeqytetit. Po nuk është kjo rinia në gjithë Shqipërinë. Jo, sigurisht, me që jeni në cilësinë e kryetarëve kombëtar, po themi të forumeve. Nuk është kjo rinia në gjithë Shqipërinë. Unë jam i bindur që në rinia e kryeqytetit, këtu janë të rinj cilët kanë shumë mundësi, sepse kanë mundësi arsimimi, vinë, studiojnë, arsimojnë, punojnë, një pjesë të tyre janë dhe temase aktiv, dhe ne këto i takojmë në ambiente nga më të ndryshme, por të shkosh në rrethet e Shqipërisë, të shkosh në vende më të thella të Shqipërisë dhe të shikosh një njerëz i cili me punën e tij që mund të bëjë bujqësi, duke punuar tokën apo duke i shërbyer familjes së vet, ai vërtet krijon një vetpunësim dhe mban një familje. Atëherë ti je në pozitë shumë vështirë për të folur aty të rinj për politikën. Kam një rast shumë konkret në një fshat të Maliqit, Kolonec quhet. Kam qenë në 2012 duke bërë fushat, dhe më merr një miku im thotë as dhe ikim se janë disa të rinj thotë Bilardo e fshatit dhe po ti takojmë të organizojmë forumin rinor në këtë zonë të Maliqit, të qarkut të Korçës, pra rrethit të Korçës. Shkoj atje, u futa në Bilardo, i takova ato të rinj, bisedova dhe ngela me goja, po thoshte fol, thoshte për çka ke ardhur, ke ardhur për të folur. U habita i thash nuk kam çfarë të themi, thosh. Çfarë ti them këtyre për politikën, ku ai nuk ka bukë ta në shtëpi, ku ai do 2 orë zbresi nga shtëpia vet për shkuar mes borës aty të bëjmë mësimin. Pra shpesh ne jemi në një pozitë shumë vështirë përballë me njerëzit, dhe kjo nuk është çështje politike. Pra unë jam shumë i kujdesshëm kur komunikoj. Këtu nuk bëhet fjalë çfarë bën Lucia apo çfarë bën PD-ja. Këtu nuk bëhet fjalë për të mbrojtur partitë tona politike. Nuk është kjo çështja. Nuk është kjo kauza e rinisë dhe kjo nuk është as për politik as për demagogji. Kjo është për një kauzë shumë të rëndësishme dhe për një komunikim shumë të hapur me të rinj. Lëvizja rinore për integrim ka një komunikim të drejtë për drejtë. Jam shumë i bindur që këtë komunikim që unë kam këtu ne nuk e komunikojmë dot me të rinj. Sepse njeriu sot nuk kërkon ti thuash ti dëgjoj. Ne kemi bërë 1, 2, 3, 4 do hapim kaq vende pune etj me radhë. Po të jemi sinqertë me një tjetër, po themi që ne themi kështu të rinj me bindur që asnjë nga ato nuk do bëhet pjesë e forumeve tona. Por komunikimi i rinjve është shumë i drejtë për drejt, është vërtet për shqetësimet që ato kanë dhe për hallet dhe problemet që ato kanë. Dhe jo pa qëllim mora rastin aty zonës së Maliqit, jo pa qëllim për të shpjeguar që kemi një detyrë shumë të madhe dhe një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Dhe jam i bindur që punët e mira bëjnë gjithmonë ekip. Dhe lëvizja rinore për integrim ka një ekip të jashtëzakonshëm dhe punon gjithmonë ekip për të realizuar objektivat dhe qëllimet e veta. Por nuk duhet i referohemi gjithmonë të rinjve të reja që janë pjesë e kryeqytetit, pasi jam shumë i bindur që kam shumë mundësi, por duhet marrë Shqipëria si një etër dhe këtu duhet ngrit çështja e rinisë dhe këtu duhet ngrit kauza e rinisë. Por për ta mbyllur se ndoshta u zgjata, kemi një parim shumë thjesht që rinia është për 8 majtës e djathtas. Pra kur flasim për rinin, flasim për një kauzë, flasim për arsim, flasim për edukim dhe flasim për investim, qoftë në tashmen dhe për të ardhmen. Dhe këtu qëndron e gjithë filozofia
e aktivizimit të rinjve dhe përfaqësimit të rinjve politik. Por Joleza, çdo i ri mbi 18 vjeç, çdo i ri mbi 18 vjeç që pavarësisht se është ka ozarinia për të marrëtjes së djathtës, në fundit jeni aty për të shërbyer një parti. Edhe partisë, dhe çdo i ri mbi 18 vjeç është një votues. Dhe kam përshtypjen që më shumë njerëz që shkojnë drejt kutive të votimit në këtë vend janë të rinj, sesa janë më të rriturit mosha e mesme e lartë. Eksakt të gjë doja që të përmendja, domethënë pavarësisht se ne qëndrojmë shumë pjesës që të rinj që duhet të vinë aty, duhet të jenë të majtë dhe të jenë të qartë pse janë të majtë, dhe në momentin që thjesht kanë dëshirën ose simpatinë mbi disa karaktere që mund të kenë pëlqyer dhe janë afruar, ne mundohemi që të krijojmë platforma të tilla që t'ju shpjegojmë se çfarë do të thotë të jesh i majtë. Dhe kjo është një mënyrë që shpesh i tërheq të rinj që qoftë për të marrë informacion. Dhe për sa i përket pjesës së rekrutimit, problemi është momenti i ardhjes për herë të parë. Qofshin këto votues për herë të parë ose edhe nëse janë më të rritur. Dhe në momentin që ti ke një shok ose shoqe që është brenda forumit, çdo gjë është e zgjidhur sepse ke dikë që të udhëheq dhe të tregon rrugën. Ne jemi duke munduar që të ngrejmë sa më shumë platforma që një person që nuk ka asnjë kontakt brenda forumit, por që vjen për herë të parë dhe nuk ka një njohje aty, të ndihet komod dhe të ketë mundësinë që të prezantohet, po dhe të marrë informacion. Dhe personat që merren me forumin rinor dhe personat që janë pjesë e freshit mund të jenë familjar me problematikën e shpërndarjes ose jo të informacionit. Dhe shpesh, pavarësisht se thuhet që të rinjt i përdorin, shumica të rinjve ka në kokë idenë që janë duke përdorur strukturat e partisë për të përfituar diçka në finale. Dhe ndonjëherë bëhen pengi asaj gjëje duke mos e hapur derën, le të themi, ose duke mos treguar të njëjtën mbështetje që tjerët mund të kenë treguar që ai person tjetë aty ndaj palëve të tjera. Dhe kemi qenë shumë kujdesshëm me koordinatorët, me personat që thrasin njerëz tjerë. Domethënë që të jenë njerëz sa më të hapur dhe mirëkuptues dhe të lënë hapësirë njerëzve tjerë. Por, si është ajo pjesa që beso dhe kontrollo, domethënë le të shpresojmë që do të funksionojë më së miri në aspektin njerëzor, por kemi marrë dhe një le të themi një mekanizëm të ri që dhe nëse mund të ketë njerëz që ndoshta nuk janë aq të hapur, të kemi mundësi që gjithë secili ta marrë informacionin. Dhe për këtë jemi duke përdorur teknologjinë, jemi duke përdorur rrjetet sociale, madje kemi krijuar dhe një aplikacion ku çdo i ri që nuk njeh mua, nuk e njeh Jolezën, nuk njeh asnjë nga kryetarët e freshit në të gjithë Shqipërinë, por ka dëshirë që të vi në këtë parti sepse i pëlqen Edi Rama, ose sepse i është shtruar një rrugë e re, ose sepse i ka prindrit të përndjekur dhe për herë të parë morën lekët, ose sepse ju legalizua shtëpia, ose 1001 faktor të tjerë që forumi është shumë i lidhur prapë me partinë dhe sidomos kur partia është në qeveri, ka dhe kostot dhe benefitet e mënyrës funksionimit të qeverisë. Që kështu ndoftoja çdo të ri që ka dëshirë të angazhohet, të plotësoj formularin e antarësimit që është tek fresh.al, www.fresh.al antarësohu, dhe personat që organizojnë aktivitetet e kanë me detyrim që t'i njoftojnë për këto evente. Dhe kjo është një mënyrë e re që ndoshta pas disa kohësh ne doja propozojmë dhe partisë që ta bëjë këtë gjë dhe shpëtojmë nga ajo pjesa e mbylljes dhe e mos shpërndarjes informacionit. Arguina se e parapriu pak Joleza. Është shumë e rëndësishme po të dish pse je i majtë i djathtë, njëri për të majtës dhe të djathtës, po në fundit e tham janë votues. Sa të rinj janë aty se janë të djathtë dhe sa të rinj janë aty se ju pëlqen Berisha, Basha, shmëri në drejtimin e partisë, si kundur u tha, ka vjetra dhe vjetra që ju pëlqen Rama. Janë aty se jo domosdoshmërisht janë të majtë. Modelet, po unë thash, ofron modele. Do të thënë, një nga pikat që unë shtrova përpara ishte pikërisht modeli. A mund të jetë një i ri i kujdesshëm që ne po duam ta formojmë kulturalisht, politikisht pjesë e një forumi dhe një partie vetëm sepse i pëlqen lideri? Pse jo? Sepse kjo mjafton për ta sjellë atë të dera, është çështje marketingu. Ti, si institucion, si kompani, jo, flas, në momentin që ti nisësh të rekrutosh, ti je një kompani që kërkon të shesësh
apo të blesh, në rastin konkret i do të ftosh ato të rinj që të vinë të këtu. Po, dhe programi, një gjë që do shitet është pa diskutim. Dhe ke një program që elektorati janë klientët, është për mendimin tim është një program marketingu dhe kaq dhe shumë i thjeshtë. Ajo që ju thoni, që përmendi dhe Joleza pak më parë, pra që është modeli i liderit që pëlqehet nga i riu dhe i riu vjen, mjafton vetëm për ta sjellë atë të riun tek dera e partisë. Pastaj nëse partia nuk është e aftë që t'i ofrojë atij të riut diçka më shumë, unë kam bindjen që ai riu do largohet. Patjetër që ka njerëz që janë nisur për të ardhur sepse siç u përmendën disa raste, suksesi qeverie apo disa njerëz që kanë ikur për shkak të disa dështimeve të qeverisë përkatëse, që janë kosto-benefite, por të gjithë këta njerëz ose do të gjejnë veten brenda partisë, ose do të largohen, sepse askush nuk mund të rrisë, sidomos një i ri. Është tjetër janë brezat e vjetër që kanë një historik të gjatë që votojnë për një parti dhe nuk e trastojnë atë, pavarësisht se çfarë mund të ndodhë. Po të rinjt përgjithsisht, aq sa që janë idealist, janë dhe pragmatist. Dhe nëse e shohin që hapësira nuk i jepet, nëse e shohin që aty brenda nuk ka disa vlera që ti interesojnë, mund të jetë edhe një interes që nesër pas nesër ai gjej një punë, sepse aty gjen njerëz që do të jenë vendimarrës, do të jenë ministra, do të jenë deputet, pra njerëz që nesër pas nesër do kërkojnë të rekrutojnë dhe në gjithë botën ekziston referenca. Të kesh referencën e një ministri, të kesh referencën e një deputeti, kam përshtypjen se vlen për çdo të ri në Shqipëri. Pra edhe thjesht interesi për të pasur dikë që të të mbështes, e sjell të riun, por edhe modeli thjesht mua më pëlqen ky lider dhe lideri prandaj është lider, që të tërheq njerëz, që të motivojë njerëz, që të inspirojë njerëz, por ajo mjafton vetëm për ta sjellë atë të riun deri te dera e partisë. Pastaj është vetë mënyra e funksionimit të partisë se si do e mbaj atë. Kurse mënyrat e rekrutimit janë nga më të ndryshme, do me thënë ne përmendëm rrjetet sociale, po janë një koncert, një festival, janë grup seksionet e partisë, sepse çdo individ që është pranë partisë flas në nivel grup seksioni, ka fëmijë. Ata fëmijë me shumë gjasa janë që të shkojnë drejt bindjeve të prindërve, siç është vërtetuar në Shqipëri. Shumica e të rinjve shkojnë pikërisht ashtu siç brumose në familje. Të rrallë janë ata të rinj që arrin të krijojnë një pavarësi aq të madhe ideologjike, sa që të dalin kundër vullnetit të familjes, por jo vetëm në votim, flas edhe në angazhim partijak. Për mua e mira është që të rinjt sot janë pak më të mençur, nuk mjaftohen me imazhin e liderit dhe nuk mjaftohen me detyrimin për të qenë brenda një partie. Kërkojnë pak cilësi dhe për mua kjo është gjë shumë e mirë. Albano, në fund të ditës të mbrëmjes të natës, ne këto njerëzit na interesojnë si numra. Pa diskutim që na interesojnë si numra. Nuk mund ta mohojmë këtë. Jo, patjetër, vota. Edhe ne kur erdhëm këtu ju thatë kam 5 ftuar. Prap numra ishim edhe ne që erdhëm këtu. Kam 5 të ftuar, po pra numra. Ju referove një numri. Numra, por nuk na interesojnë numra. Sa më shumë numra të kemi ne brenda atyre kutijave, pra ju, partitë tuaja, ky është sukses sepse prandaj ne operojmë politik dhe në politik ka ca llogari, ka ca rregulla dhe në fund të ditës ashtu siç thatë ju, bëhen llogarit me numra. Tani, edhe një militant është numër, edhe një besnik që ju ndjek sepse beson tek ju, është sërish numër. Nëse do ishit idealist dhe realist, përveç se një numër, çfarë ju shërben më shumë një militant? A besoni ju do tek ai? Unë nuk do ta pra jo vetëm ju, po përgjithsisht çdo njeri ndan militantin nga ndjekësit, tash do. Përveç termit numër, unë doja ta përdor jo në që pavarësisht se mund të jetë nxjerrje për një kohë të gjatë. Ajo është votë sigurt, kurse ai tjetri është i lëkundër dhe do punosh për ta kapur atë, po është strategji tjetër kjo që. Sot nuk besoj se ka vota të sigura. Sot njerëzit janë bërë më të zgjuar, kuptojnë më shumë. Sot kuptojnë më shumë edhe duhet ti mirë mbash ose duhet të mirë funksionosh që ti mbash njerëzit të bashkuar. Ashtu si në fund të ditës ju thatë bëhet një llogari, ose kjo do të them në fund zgjedhjeve bëhet një llogari. Po pra po, në këtë kuptim. Unë nuk do t'i quaja thjesht numra në kuptimin e parë të fjalës, një numër rendor. Numër në një kuptim tjetër. Sa më shumë t'jemi, sa më shumë numra, edhe unë jam numër. Unë jam një ndër, sa më shumë numra t'jemi në një forcë politike, ose tek PDU-ja, me që unë i përkas, aq më të bashkuar do t'jemi dhe aq më të fuqishëm do t'jemi për të implementuar idetë tona për të vënë në zbatim ato që ne mendojmë. Kauzën tonë. Atë për të cilën na mbledh te kjo parti. E kuptoj, por ne thamë janë të rëndësishëm numrat, si thua se ndikon. Kam përshtypjen, po ta sqarojmë pak të terminin e numrit sepse ndoshta krijon keq. Pjesën e fjalës militant,
Do me thënë se koncepti i militantit është keq përdorur, jo, më më Edhe përqenë shumë fjalla militant, është shumë fjalla bukur. Jo, është shumë fjalla bukur dhe për ta sqaruar, do me thënë sepse ka mbajtur gjatë gjithë këtyre viteve një lloj ngarkesë shumë negative, je duke prishur fytyrën ndërkohë që po e them. Militanti është personi i cili beson diçka dhe për shkak të besimit vet, nuk thjesht e mendon atë, por shkon dhe fizikisht dhe e materializon në një hapësirë publike që mund të jetë duke qenë prezent në një takim, duke qenë prezent në një miting ose diçka tjetër. Dhe ky është militanti dhe është personi më aktiv në shoqëri dhe është një nga virtytet që ai person ka që militon. Ndërkohë që koncepti militantit në pra merita ime është që militoj. Se kaq është, merita ime është që militoj. Dhe me që unë militoj, që ti ke një kauzë dhe po lufton që ajo kauzë të realizohet, dhe ti po militon për atë kauzë, është gjë shumë pozitive. Unë barë do militoj të rjetën aty. Kam verë doje të shtoje? Kam përshtypjen që tek kjo fjalë duhet të tregohemi pak të kujdesshëm. Unë kam një histori të shkurtër me termin militant. Më kujtohet fare mirë prezantimi im i parë tek FRD-ja në fillimet e veta kur një grup të rinj. Dhe vetëm e kujtoj që kemi edhe 2 minuta kohë në dispozicion, kështu që lutem. Do të bie shumë shkurt atëherë. Tek fjala që kishte lideri i forcës sonë politike, zoti Topi, e mbaj mend fare mirë që u shpreh saktësisht. Ne si forcë politike nuk i trajtojmë bashkëpunëtorët tanë si militant. Miqdashur, ky term, kjo fjali që unë të jem sot pjesë e Frymës së Demokratike. Çfarë dua të them? Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ata që aderojnë një forcë politike nuk janë thjesht militant, nuk janë ata që thjesht militojnë, por janë në gjendje dhe të aftë të marrin përgjegjësi mbi vete për atë të cilën aderojnë. Vetëm këtë doja të shtoja, domethënë që jo pak herë njerëzit. Eleza, ti si duhet mua një militant ose një militante, çfarë si ka? Sepse të japin përshtypjen atyre që dalin edhe protestojnë, janë thjesht njerëz që mbledhen si numër. Ose burri, si ka partneri, kemi në një çift kemi një partner shumë të fuqishëm dhe një partner as pak të fuqishëm. Pa kemi një burr biznesmen dhe një grua që merret me paratë e burrit, për shembull, ose e kundërta, se mund të jetë dhe e kundërta. Edhe shpeshherë ne themi që merita e kësaj gruas është që është gruaja e këtij burrit, ose merita e këtij burrit është që është burri i kësaj gruas. Nuk e di pse, po gjithmonë më është dashur të vendos një shenjë barazimi midis militantit dhe kësaj shprehjes. Pra, merita ime është që militoj. Mund të flitet dhe për çfarë militon. Në momentin që politika ka një kauzë, që partitë kanë një ideologji, kanë platforma, atëherë dhe militanti ka sens. Në përgjithësi një militant në Shqipëri nuk kërkon kurrë llogari. Kurrë. Atëherë çfarë kauzë mbështet? Jo domosdoshmërisht, prandaj të pyeta ku e ndan ndjeksin nga militanti, sepse militanti e ndaj aty. Ka dhe militanti që kërkon llogari, nuk njeh platformë, nuk njeh program. Dashuruar militant. Jo, ideja e Unë kështu e kuptoj, mbase e kam gabim. Unë militant e kuptoj kështu, që as dua t'ja di kush programi, kush çfarë do flitet. Nuk është çështje fanatizmi. Ka disa njerëz tash për këtë duhet jemi të qartë që janë përgjithsisht është breza e vjetër. Partitë me traditë kanë militant, sepse partitë që kanë historik. Brezat e vjetër, le të themi pensionistët që kanë një jetë që votojnë, që është majtas djathtas. Ato do vazhdojnë të votojnë ashtu me shumë gjasa. Kanë lexuar pak më shumë dhe janë vetëm më mirë formuar, po. Janë edhe individ që si thuash kanë edhe bindje në atë që votojnë, jo vetëm interes, sepse njëri lëviz interesi. Nëse njeh dikë, fjala vjen në një parti tjetër, shumë kollaj njëri pragmatist, mund të lëvizë nga njëra vot, të kalojë në anën tjetër votën e vet. Dhe është diçka racionale, nuk është diçka kaq e pa kuptim. Por megjithatë, prandaj themon që gjithashtu desha thoja që fjala militant është pexhoruar pak në Shqipëri, domethënë është nuk duhet ta veshim me korrelacion negativ sepse ka një dallim mendoj unë që militanti është ai person i cili mund bën pjesë në jetën aktive të partisë, është për ditë prezant, është për ditë në salinë e partisë, është kudo ku është lider i partisë ose ku diun X përfaqësuesi i partisë për të qenë suport, kurse ndjeksi është për shkak të sepse i pëlqen kauza që kanë ndërtuar, i pëlqen platforma që po ndjek, i pëlqen të mirat që po sjellin shërbim vendit. Nuk është në mirëbesim, nuk është në mirëbesim, por është... Mua më pëlqen shumë një temë për militantizmin kur të filloj fushata. Ju falenderoj të pestëve, numra, por mbi të gjitha emra dhe individualitete. Ju falenderoj shumë që ishit këtu, vërtet. Natën e mirë të gjithëve, ju falenderoj dhe që na ndoqët dhe ju kujtoj takimin tonë të ardhshëm nesër pas dite pak pas orës 18:30. Natën e mirë.